Arsimi halal dhe ushqimi halal ishte tema e konferencës së 5 ndërkombëtare për teknologjinë e ushqimit dhe nutricionin që u mbajt në Universitetin e Tetovës. Kjo ngjarje me karakter shkencor dhe etik, organizuar nga Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore në bashkëpunim me Agjencionin për Halal Standard të BFI-s, solli në vëmendje çështja aktuale rreth standardeve halal në arsim dhe industrinë ushqimore. Përfaqësues vendor dhe ndërkombëtar, ekspert nga fusha e ushqimit nga Turqia, ekspert të standardeve halal, akademik, studiues dhe udhëheqës fetar, folën rreth ushqimit dhe stilit të jetës halal. Drejtori i Agjencionit për Halal Standarde, Driton Dikena, theksoi se nëpërmjet këtyre konferencave synojnë që të informojnë popullatën rreth përfitimeve që sjell stili halal i të jetuarit. Agjencioni gjithmonë pretendon që popullata jon halalin ta bëjë një stil jete. Kur të jetoj halal, të ushqehet halal, të mendoj halal, dhe kjo është ajo që gjatë gjithë kohës përpiqemi që nëpërmjet konferencave të këtilla të edukojmë popullatën e përditshme për benefitet që i ka ushqimi halal, sidomos tani kur teknologjia ushqimore ka kalu nëpërmjet emulgatorëve dhe aditive të jenë më tepër dëmtuese se sa ushqyese. Të dy benefite kryesore, një i respekton, domethënë rregullat të cilat ti ka thonë krijuesi, dhe e dyta ti ruan organizmin tënd të shëndetshëm, për arsye se halali nuk është vetëm një standard që rreth prej të drejtës së sheriatit si obligim hynor, edhe që është obligim hynor, por njëkohësisht është edhe taib, domethënë i pastër, i shëndetshëm. Kur kemi regjistruar, domethënë kur kemi filluar të punojmë me halal standardin, ka qenë krejt ndryshe, mirë po sot mas 15 vjetësh angazhim të Agjencionit të Halal Standardit ka një ndryshim të madh shumë në aspekt të bindjes kolektive të popullatës për sa i përket konsumit të halal të ushqimeve. Në bazë të analizave të kryera, rezulton se rreth 50% e popullatës kanë shqetësim për ushqimin që konsumojnë dhe konkluzioni është që ende duhet të punohet në ngritjen e vetëdijes tek konsumatorët dhe në ngritjen e standardeve halal të kompanive që merren me prodhimin e ushqimit halal, deklaroi profesori universitar Erhan Sulejmani. Në aspektin e studimeve që i kemi kryer mbi do të thotë perceptimin e konsumatorëve, atë studimin që e kemi kryer, do të thotë mund të flasim se me të vërtetë konsumatorët kanë shqetësim në lidhje me sigurinë e ushqimit, por edhe në aspektin e çështjes së standardit halal. Kemi shfrytzuar statistikën e analizave jo parametrike me të cilën ka të bëjë me anë të anketave të cilat i kemi bërë te konsumatorët, kryesisht te studentët edhe popullatës më të gjerë. Ajo që është do të thotë më e rëndësishme është se 45% deri 50% të konsumatorëve do të thotë kanë shqetësime mbi ushqimin halal, që do të thotë se si konkluzion ne ende duhet të punojmë në ngritjen e vetbesimit të konsumatorëve, mirë po duhet të punojmë edhe në ngritjen e standardeve halal, respektivisht në trajtimin ose trajnimin e do të thotë përpunuesve, kompanive të cilat merren me prodhimin e ushqimit halal. Ndër studimet të cilat u prezantuan në këtë konferencë ishin standardet e ushqimeve halal sipas fesë islame, përmbajtja e mbetjeve të alkoolit tek verat dhe birrat e etiketuara si pa alkool, teknologjia ushqimore dhe etika e konsumit nga perspektiva e sunetit, studim mbi qëndrimet e konsumatorëve në Maqedoninë e Veriut ndaj mishit halal dhe të tjerë.